Kryepiskopi Ioan uron besimtarët ortodoks për festën e Pashkës. Falja e shkatëron të keqen, thot kryepiskopi, i cili fton të gjithë qytetarët të hapin zemrat ndaj besimit, duke injoruar indiferencën. Në orën 23 në të gjitha kishat ortodokse në vend zhvillohet shërbesa e ngjalljes. Në mesazhin e Pashkës ortodokse, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ioani përcjell një thirrje për paqen në gjithë botën të trazuar nga luftërat dhe pasiguria. Fortlumturi Ioani thot se luftërat e përgjakshme po shkaktojnë vdekje dhe vuajtje, ndërsa duke ju referuar fjalëve të para të Krishtit pas ngjalljes, ai thekson se mesazhi i tij është i qartë. Sot bota është e trazuar, luftërat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie Krishti i ngjallur përsëri, paqe në ju. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi, dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund ta jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përsen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriu me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund. Dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të na trazojë më? Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall. Kryepiskopi thekson se zgjidhja nuk është hakmarrja, por falja dhe dashuria. Falja e shkatëron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumëfishon atë, thekson kryepiskopi Ioan në mesazhin e tij. Ai ndalet edhe në sfidat e kohës moderne, duke theksuar se ndjekja e pasurisë dhe statusit nuk sjell qetësi shpirtërore. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kurrë, shprehet kryepiskopi Ioan. Në vijim të mesazhit të tij, fortlumturi Ioani thekson se shpresa dhe siguria e vërtetë burojnë nga ngjallja e Krishtit. Në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri. Krishti u ngjall dhe jeton, dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Kryepiskopi mbyll mesazhin e tij me një thirrje për të gjithë besimtarët ortodoks, por jo vetëm. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërohet nga urrejtja, nga lakmia dhe egoizmi, por që të bëhemi paqebërës fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Mbrëmjen e sotme në orën 23 në të gjitha kishat ortodokse në vend zhvillohet shërbesa e ngjalljes që zgjat deri pas mesnatë.